U rikthyem përsëri në bisedë me deputeten e qarkut të Shkodrës, Mariana Koceku. Shumë kënaqësi që e kemi sot në studio. Më vjen shumë mirë dhe të tillë pa gjithmonë të ardhmen, me vizion, me dëshirë dhe mos të mungojnë kur ëndrat. Kyçëroj për çdo kanë. Faleminderit. Duke u nisur pak dhe të flasim për politikën, sepse Mariana, nëse flasim për ju, flasim gjithmonë edhe për politikën. Është tashmë dy paralele që janë gjithkohës me njëra tjetrën. Më tregu pak për momentin kur u bëre pjesë e kuventit dhe a është kjo çështje që ti ndjen më personale në angazhimin politik, duke u nisur nga ajo që folëm pak më parë për gjithë rrugtimin tënd, nismën që ti ke marrë për mbrojtjen, për kthimin edhe një herë të kulturës dhe traditave në Malsi dhe jo vetëm, por ta mbajmë vendin ton. Më fol pak si fillim për momentet e para që u bëre pjesë e kuventit dhe më pas si është ndjesia personale që je aty brenda. Në shoqërinë ku jetojmë, flas për tonë botën, gjithçka është politike. Dhe sepse janë variabla që ndërvaren nga njëna tjetra, taksat, ekonomia, punësia, shkollimi, janë pjesë e politikës dhe politika është pjesë e tyne. Deshtëm apo s'deshtëm ne më marrë me politikë, merret politika me ne. Dhe duhet që t'jena pjesëmarrës aktiv, jo militant, jam kundër militantizmit, por duhet kena një zë dhe një vetdije politike për me di se çka noll rreth nesh në shoqëni dhe të bahena pjesë e saj. Sepse, siç e thash, nëse s'dona na më marrë me politikë, do merret politika me ne. Kështu që mirë është me pas një ndërvarësi pozitive mes të dy palëve. Vendimi jem për me hy në politikë nuk e kam pas anër realisht. Studimet e mia sigurisht ma kanë sjell deri diku në mendje, por jo se ishte një ëndër ose një pasion i shmendur në jemi. Ishte një ambicie që e kisha lënë në një çoshë të mendjes deri diku, edhe për shkak të angazhimit tem me sipërmarrjen me agroturizmin. Por kur më erdhi si propozim prej kryeministrit, bana një vetë kuvendim, mund të them. Zona jeme, konkretisht duka gjini ka kenë shtysa më e madhe për rrugtimin si neomalsore, por edhe frymëzimi për angazhimin tem politik, pavarësisht se unë jam deputete tonë qarkut Shkodër. Dhe historikisht kena pas dy përfaqësues në kuvend. Njëherë gjatë kohës komunizmit dhe gjatë tranzicionit, mas rënies së sistemit komunist. Por kishim 35 vjet pa përfaqësues dhe nuk kishim pas kur një gru që vitet drejt për drejt prej Dukagjinit. Dhe pavarësisht se unë isha shumë rahat në zonën teme, kisha me doshin të tanë, majtë, djathtë, pa parti, dhe ishte kriju një lëvizje, një movement për te një sipërmarrje, dhe nuk duhet hiqja dorë, se isha shumë e lidhën emocion, vazhdoj të jem edhe me punën dhe ajo punë më ka dhënë kontakte në tanë botën, kudo që shkoj dhe kur vinë me Michigan takoj njerëzit që kanë bujt tek bujtina jeme dhe ju kam gatu, ju kam shërby, dhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe njerëzore realisht. Dhe mendova nëse unë refuzoj një ftesë për me përfaqësu komunitetin tem, këta njerëz që janë si zonjëna diskriminu historikisht prej shkaqeve të ndryshme dhe të lanën në harrezin izolim, do ishte një mëkat shumë e madh, që ka një ambicie komunitare dhe një ego e komunitetit, më në thëmë, që më ka shty për me i hy kësaj rrugë që nuk është as pak e lehtë, realisht, aq më tepër që unë nuk vi prej një familje që ka pas lidhje politike, nuk vi prej një familje të pasur, apo nga familjet e fuqishme dhe të dyert të mëdhaja shqiptare, dhe po të isha këto do ma bashin ma të lehtë rrugtimin tem, por ve si rrjedhoje e formimit tem, me sakrificave të familjes tem, me guximit edhe dëshirës teme për me lanë një gjurmë edhe një gur në shoqërinë shqiptare edhe sidomos të zonës teme. Mariana, si pjesë e Partisë Socialiste e qarkut të Shkodrës, mund na përmendësh disa nga programet që ka Partia Socialiste për diasporën, në ndihmë të diasporës shqiptare këtu në Amerikë? Unë jam mirënjohës se pikës pari ndaj kryeministrit për mundësinë që më ka dhënë dhe padyshim është ndër tjera shumë krenari për mua që të kryesoj listën e qarkut Shkodër për moshën teme dhe për vlerat rinore po ashtu, dhe besoj
Besoj që është një besim që nuk do ta zhgënjej pikëpari ndaj komunitetit dhe së dyti ndaj vetë kryeministit dhe siglës që unë përfaqësoj. Vitet e fundit ka pas një vëmendje të shtuar ndaj diasporës, ku me ligjin e ri të shërbimit të jashtëm, po është formuar edhe Këshilli i diasporës dhe kjo ka si synim që t'i japi një zë dhe një peshë sa më të madhe vetë diasporës në vendimarrjen shqiptare, po aq më tepër tek politika e jashtme, ku padyshim diaspora dhe tana trevat tona ka një vlerë shumë të madhe dhe një peshë shumë të madhe për të ardhmen tonë në Ballkan, po dhe të ardhmen tonë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, që ne po punojmë dhe kena objektivin kryesor të këtij mandati. E përmendë pak më lart, por cili është qëllimi i këtij samitit të diasporës dhe kur do të mbahet ai radhës? Samiti i diasporës, siç e ceka pak edhe më sipër, ka për qëllim që t'i mbledh sa më shumë shqiptarë të diasporës, që t'jetë një network më i fortë ndër tank të diasporës që është e pranishme në tanë botën, po dhe t'i afrojë më shumë me institucionet dhe me politikë bamësit në Shqipëni, që t'ketë ura lidhëse, më shumë se sa mure, dhe vetë diaspora t'ketë një zë dhe një mundësi për me kenë pjesë më e fortë e vendimarrjes dhe zhvillimit politik dhe ekonomik në vendin tonë. Samiti do mbahet në prill dhe do mbledh diasporën nga tanë bota, kushdo është i ftuar që të jetë pjesë në Tiranë, të zgjasin disa ditë dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për me ja dhënë një mundësi vendit tonë, siç e përmenda, por edhe për me njoftë potencialet shumë të mëdha, me njoftë njëri tjetrin që jena kudo në botë dhe mund të kena një vlerë edhe shumë më të madhe nëse jena më të bashkuar. Mariana, duke marrë parasysh që investimet e Amerikës mungojnë në Shqipëri, a ndikojnë këto vizitat e juaja në këtë rast, apo e kolegëve tuaj kur vini këtu në diasporë në Amerikë, për të bërë gjëra më konkrete, për t'i afruar sa më shumë, për t'i treguar, për t'a shpalosur Shqipërinë në të gjitha të mirat e saj, për t'a bërë këtë rrugë të hapur tashmë që investimet amerikane në Shqipëri janë sa më të shumta dhe sa më të mëdha? Investimet amerikane nuk janë në nivelin e duhur në vendin tonë. Dëshira dhe vullneti është ato të shtohen sa më shumë realisht për peshën e vetë ekonomike dhe politike që mund të kenë në vendin tonë dhe në forcimin e shoqërisë shqiptare dhe zhvillimit tonë. Padyshim që edhe prezenca jeme apo dhe kolegëve tjerë kur do herë që vinë është një shaj e mirë dhe një hap që me kriju sa më shumë network, ndërlidhje, por edhe me përcjell një farë ndërgjegjësimi dhe vetëdijësimi për të mirat dhe potencialit që ka vendi jonë në shumë sektor të ndryshëm. Kështu që kjo është një mundësi për me njoftë sa më shumë për mua, për te si thush njerëzve të përditshëm, por ata që merren me biznes dhe janë të angazhuar edhe në politikën e vetë vendit këtu dhe Amerikës, dhe për me përcjell vlerat e jashtëzakonshme që ka vendi jonë, nevojat edhe mundësinë momentalisht që i ka si pak vende të tjera. Mendoj se gjithë këto faktorë që ti përmendi janë edhe faktorë që ti të bajnë dhe të duan kaq shumë në komunitet. Qoftë në komunitetin tuaj në Shqipëri, qoftë në diasporë, sepse janë këto karakteristika, fakti që ti formimin tënd profesional dhe emocional e ke krijuar në bazë të gjithë kushteve të jetesës që ti ke pasur, familjes tënde, mbështetjes dhe më pas të gjithë pjesës së banorëve të vendit ku je rritur, janë edhe këto disa faktorë që ndikojnë në formimin tënd emocional dhe profesional dhe për këtë jam shumë e lumtur. Mariana, a mendon se politika shqiptare ka nevojë për më shumë figura që vijnë nga terreni dhe jo nga zyrat, duke nisur nga ju personalisht? Po, patjetër. Mendoj që figurat e terrenit kanë mungu në kohë në politikë bamjen tonë në gjitha institucionet. Besoj që kena nevojë për njerëz që pikëpari janë me common talk, që e njohin mirë shoqërinë shqiptare, vendin tonë, problematikat edhe mungesat dhe e shohin realitetin në sy, sepse duhet një vetëdije shumë e madhe edhe një ndërgjegje për me bë politika të duhura edhe për me i dhanë zgjidhje shumë problemeve që ka shoqëria jonë shqiptare dhe zona jonë. Kështu që besoj dhe uroj njerëz sa më të formuar intelektualisht, po dhe njerëz që e kanë eksperiencën e terrenit e cila është shumë e rëndësishme. Më vjen mirë. Një pyetje që do doja të të bëja lidhur me qarkun e Shkodrës që ti e përmende, je një deputete që
mbledh dhe përfaqëson të gjithë qarkun e Shkodrës. Cili është prioriteti yt konkret për këtë qark, për banorët e gjithë qarkut të Shkodrës? Qarku është shumë i madh dhe nevojat janë shumë të mëdha. Mendoj që momentalisht nevoja më e madhe që kena është ndërtimi i një autostrade që na lidh më shpejt me Tiranën, sepse fatkeqësisht Shkodra tu kanë aq afër dhe tu kanë poli i veriut, e ka shumë të nevojshme që aksesi në kryeqytet, por dhe kryeqyteti dhe pjesa tjetër e Shqipërisë ta ketë më të shpejtë dhe të shkurtë drejt Shkodrës, si një qendër e jashtëzakonshme kulture, historie, por tashmë dhe ekonomike fal turizmit. Dhe Shkodra ka shumë nevojë për një kampus të ri të arsimit. Shkodra është një zonë që ka mbledh gjithmonë studenta prej trevave të Malit të Zdit, Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe shqiptarët prej të anëve kanë ardhur me studiu në Shkodër dhe vazhdojnë për me ardhur, kështu që është një mëkat që Shkodra të mos ketë një kampus të mirë, profesional, që t'ju bëhet mbështetje rinisë të orientojnë sa më mirë drejt tregut edhe drejt një punësimi. Po luftoj për ta, nuk është betejë e lehtë se edhe unë kur kam qenë jashtë politike kam menu që sa të jesh në një post deputetit, mundesh për me ba të tana. Gjithçka realizohet. Por të kenë një deputete nuk ke fuqi ekzekutive, është legjislative, pra sugjeron, merr përsipër me iniciu ligje që merr shumë kohë, sepse shteti ka shumë hallka dhe shumë burokraci dhe ka gjithë një prioritete të ndryshme që nuk di dhe nuk kuptohet gjithmonë se kur mund të realizohen edhe se si mund shkojnë, por qëndresa dhe vullneti jam është shumë i madh që ti kërkoj dhe të ngrej zanin dhe uroj dhe do punoj që të realizohen sa më mirë. Punë të mbarë, të uroj vetëm të mira, jo vetëm për ty, po për çdo të rinj që dëshiron t'i bashkohet tashmë pjesës politike për të bërë ndryshime në vend. Mariana ka që re edhe në departamentin fushën e turizmit, po tashmë edhe në politik. Si i përballon kritikat dhe sulmet në rrjetet sociale, meqense jemi në epokën e rrjeteve sociale? Po, populli jo një urt ka shumë shprehje që thot pema që ka shumë kokra gjuhet. Po, për te kësaj, unë besoj të liria shprehjes e çdo individi dhe rrjetet sociale, fatmirësisht edhe fatkeqësisht duhet thënë, i kanë dhënë lirinë e shprehjes po njësoj, si një nobelisti, si dikuj që nuk e ka pa botën ndonjëherë për te gardhit të vet. Dhe ky është realiteti që duhet pranu. Por e njoh mirë veten, e di se çka dua dhe cilat janë objektivat e mia, dhe çdo kush ka lirinë e mendimit dhe të shprehjes, dhe për te kësaj unë jam e fokusuar tek ajo që du të bëj më shumë se sa tek ajo që komentohet, përflitet ose thjesht duket. Mariana, të kërkoj ndjes, do të kërkoj një shkputje publicitare për të ndjekur të gjithë mbështetësit tanë dhe reklamat.